Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Mirë, Coloretto ka lënë një trashëgimi, edhe pse nuk I ka krijuar vetë këto këngë, ka lënë një arkiv të lezetshëm këtu në Top Albania Radio. Mirë, ne vazhdojmë të jemi në Sot nuk është e hënë. Më mbetën edhe disa lajme të tjera të mira për të përmendur përpara se ta dorëzojmë linjën edicionin e lajmeve jo dhe aq të mira, po të paktën ngjarjeve të aktualitetit në vendin ton. Atëherë, Kedos, ti si e kupton për shembull që je plakur? Nuk e si të ma thuash. E kupton për shembull që e plakur nëse unë të them që Eminem është bërë gjysh? The real Slim Shady tani mund të jetë duke përkundur në krahët e tij një thoshqin të vogël, një bebe. E të mërshme si fluturon koha. Dhe po ta mendosh, nuk është I vetmi që është duke gëzuar një jetë të re në familje, është bërë nën edhe breshka 100 vjeçare dhe është bërë nën për herë të parë. Ky lajmi ka tronditur dynjan. Ka shëtitur në të gjithë websajtet e botës, edhe isha duke menduar këtë breshkën që bëhet nën për herë të parë në moshën 100 vjeçare, megjithëse breshka është e njohur botërisht që jetojnë shumë gjatë, kështu që mbase nuk është aq e çuditshme, po në sfond nuk e di pse e imagjinoj me atë këngën e Alban Skënderajt, ende ka shpresë. Besoj që mund të ishte një kolon zanore shumë e mirë edhe për gjithë ata që janë në pritje. Mirë, një tjetër lajm I bukur për vendin ton. Ania me fam botërore Amerigo Vespucci do të mbri në datën 9 prill në Durrës dhe do të hap në Durrës. Dhe do të hap dyert për vizitorët. Kështu që të gjithë ata që sidomos turistë që ndoshta nuk do ta imagjinonin ndonjëherë të ishin në një ngjarje të tillë, mund ta vizitojnë. Ky është një lajm vërtet I mirë ky tjetri, që nuk ka nevojë për asnjë lloj komenti dhe për asnjë ngjyrim as ironik as sarkastik. Kitflix, që njihet si një platformë nga më të mëdhat e përdorur për pedofilin, pra ilegale patjetër, është më në fund në proces për të mbyllur nga Europoli. Edhe shpresojmë që të tjera platforma të kësaj natyre të përfundojnë se ekzistuari. Dhe në fund fare të këtij bloku mund të them Kedos që Anglia së shpejti do të bëj falas kontraceptivin emergjent. Do thuash ti pse shkon deri në Angli? Se këtu nuk ndodhin gjëra të tilla. Kështu që përpara se të kalojmë tek lajmet, do të shkojmë me një apo skemi, publicitet. Jepi.